Në pikën e kalimit kufitar të Kapshticës është rritur fluksi i personave që vinë në Shqipëri për të festuar Pashkën. Sipas të dhënave nga policia kufitare, gjatë 24 orëve të fundit kanë hyrë në Shqipëri 4147 persona, ndërsa 2426 janë larguar drejt Greqisë. Pavarësisht fluksit, në pikën e kalimit kufitar të Kapshticës, qytetarët nuk kanë hasur në pritje të gjata as në doganën greke dhe as në atë shqiptare. Ne vim nga Thessaloniki dhe shkojmë në Korçë për të festuar Pashkët me familjen, ande na presin njerëzit tanë të dashur. Në doganë ishte shumë mirë, sot nuk e pash, edhe në doganën greke kaluam shumë shpejt dhe këtu 2 makina kemi përpara. Ko si u shkoj rruga? Mirë, shumë mirë. Patët po nëse? Jo. Po shkojmë në Korçë dhe në Presë. Familjarisht kemi thirrur dhe çupat me dëndurët, sa kemi të gjithë, nga soi burrit dhe themi ta kalojmë mirë. Shqiptarët ju uroj me gjithë zemër, gëzuar Pashkët, shëndet të kenë dhe qofshin sa më të lumtur, se kemi vojtur jashtë masës si popë. Ju urojmë Pashkë të mbara të gjithë njerëzve. Fluksi i emigrantëve shqiptar që vinë nga Greqia për të festuar Pashkën pranë familjarëve të tyre pritet të shtohet në ditët në vijim.